Paqja me ju miq dhe ndjekës së këtij kanali. Mirë se u gjetëm në këtë seri ku do reflektojmë mbi një temë që është në fakt një temë mjaft aktuale, për mos të thënë më aktuale dhe më e rëndësishmja, pikërisht për luftrat që ndodhin sot në botë, dhe do fokusohemi kryesisht në dy konfliktet më të mëdha, atë të Ukrainës dhe së fundmi të Iranit, si dhe shpërndarjen e tyre, për të parë disa faktor historik ku unë personalisht mendoj që janë shkaqet, pra dinamikën e ngjarjeve, sepse në fakt kur kemi të bëjmë një luftë të rralla janë në rastet kur ndodhin spontanisht. Pothuajse gjithmonë përgjatë historisë kemi pasur akumulim të dy ose më shumë shteteve ose kombeve kundrejt njëri tjetrit, dhe atëherë kanë plasur, si thuash, në një moment saktuar, dhe kështu ndodhin. Dhe gjithashtu do shohim krahas aspektit historik edhe aspektin që unë e quaj psikosomatik, ose thënë më ndryshe shkakun shpirtëror. Pra të hedhim dritë mbi botën e padukshme, botën shpirtërore, ku buron pasaj dhe aspekti psikologjik, që është aspekti i vendimarrjeve të njerëzve, që impakton pasaj tek marrëdhëniet midis njerëzve dhe si rrjedhoi dhe rezultateve që prodhon në rastin konkret konflikti, që është lufta. Pra luftë quhet kur konflikti përhapet në shkallë të gjerë, pra në shkallë shoqërish, komunitetesh, kombesh edhe me radhë. Dhe sot kemi të bëjmë me disa konflikte, për hir të kohës do hedhim dritë vetëm mbi këto të dyja, por dim që ka konflikte tjera që besoj për ata që janë më të lidhur me aktualitetin mund t'i kenë ndjekur, siç është konflikti Pakistan-Afganistan ose në vende ndryshme të Afrikës, në Amerikën Latine kështu me radhë. Atëherë së pari, ta fillojmë me Ukrainën. Për ata që nuk e dinë, unë prej disa vitesh, thuajse 5 vitesh, jetoj në Rusi, pra në Federatën Ruse, në Moskë, bashkë me familjen time. Shkaqet janë thjesht personale, dhe me Rusin kam pasur lidhje që prej vitit 2012. Dhe fill pas konfliktit në Ukrainë, dua të them që më kanë kontaktuar 10 media shqiptare për të prononcuar, por i kam refuzuar për disa arsye që mund t'i prek shkurtimisht. Së pari është që në Shqipërinë fatkeqësisht, sidomos në televizione ose në diskutime dhe debate, ne ende nuk kemi kulturën e të dëgjuarit. Pra nëse besoj për ju që i ndiqni, po edhe unë për aq pak sa i ndjek, dhe prandaj ndjek dhe pak sepse debatet nuk janë fare konstruktive në shumicën e rasteve, fatkeqësisht, secila palë do t'i mbylli gojën tjetrit dhe t'i dalë vetja. Pra ende vuajmë nga kjo mundësi që është një mundësi diktatoriale, duhet thënë, një mundësi që edhe në video të tjera kam thënë, në atë pikpamjen time është një, si themi, mbetje e mentalitetit otomano-komunist. Mendjet të ndritura të botës kanë thënë që nëse vetëm flet, nuk e për të mësuar asgjë. Por nëse fillon dëgjon, do mësosh diçka. Dhe si thot dhe populli jon, sa të rrosh do të mësosh, do thot do të dëgjosh. Se edhe kur shikojmë, lexojmë, dëgjojmë atë zërin e brendshëm. Pra me anë të dëgjimit mësojmë. Edhe shkrimi i shenjtë në Bibël, që unë i referojmë shpesh si një besimtar i krishterë, mësojnë që besimi vjen nga dëgjimi. Dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. Që do të thotë, edhe kur e lexojmë shkrimin e shenjtë, pra Biblën, aty mësojmë për besimin në Zot. Kështu që kjo është arsyeja e parë pse i refuzova disa ftesa. Pra, duke u nisur dhe në një përvojë që kam me televizionet shqiptare, për aq kohë sa më kanë ftuar, ka shumë pak kohë dhe sërish nuk dëgjojnë. Nuk dëgjojnë ose interesojnë vetëm të bëjnë pyetjet e tyre, të marrin përgjigjet e tyre ose të provokojnë, e më the thash. Pra nuk janë konstruktive, fatkeqësisht. Arsyeja e dytë është që në Shqipëri ende ka një mungesë profesionalizmi në media. Pra mediat janë shumë të polarizuara dhe ka një qasje kryesisht politike. Pra janë të ndara
ose në kampin X ose në kampin Y. Dhe ç'a ndodh? Ndodh prapë aty një konflikt që secili do që t'i dalje vetja sepse bën atë për të influencuar elektoratin, për të ndikuar tek vendimarrja e njerëzve që janë votat pra për të shërbyur partive politike, e thënë shkoqur popullorëshe. Dhe thënë këtë nuk doja të bëhesh askund pjesë e kësaj loje sepse në fundit si një besimtar unë nuk e shoh luftën si një ndarje e polarizuar ku njëra palë është e mirë dhe pa faj, tjetra palë është fajtore për gjithçka. Pra kemi delen nga njëri krah dhe ujku nga krahu tjetër. Asnjëherë. Të gjithë jemi mëkatar, thotë Shkrimi i Shenjtë, dhe në luftë ka vetëm bashkëvuajtës dhe humbës. Pra Shkrimi i Shenjtë gjithashtu thotë lum ata që përpiqen për paqen, ata do të quhen mbi të Perëndis. Pra unë këtë besoj dhe me këtë pikpamje eci për paqen. Po kur një televizion të nxit, kush e ka fajin në zëm, Rusia apo Ukraina? Rusia ka fajin apo jo? Apo Ukraina, kush? Pra fillon pasaj dhe humbet profesionalizmin dhe humbet thelbin debatit, domethënë. Prandaj edhe në këtë kanal, me aq kohë sa mundem dhe uroj dhe lutem që Zoti më jap mundësinë që të kem më shumë kohë për të hedhur dritë qoftë edhe si një media alternative, si një burim ku njerëzit të shohin pak përtej fasadës dhe pak përtej këtij mediokriteti që dashur pa dashje bëhet sepse njerëzit kërkojnë përfitime dhe e kuptojmë. Pra media kërkon përfitime nga sponsor ose individ saktuar që kanë pozita dhe i shërbejnë. Pra, dhe ç'a ndodh, humbet profesionalizmi dhe ka mungesë informacioni. Pra këto ishin dy arsyet kryesore, edhe pse ka arsye të tjera. Një tjetër arsye është që në Shqipëri mungon prapë në sferën e profesionalizmit, duke qenë se janë të polarizuara mediat, nuk kërkohet informacion. Pra gazetari nuk heton për të marrë informacion pse ndodhin këto luftra për shembull. Kurse në rastin tim, dhe këtu do filloj të dal pak në temë, duke të sekur konfliktin e parë në Ukrainë, gjithmonë unë prirem mos të dëgjoj mediat për të marrë informacionin, dhe këtë do ndaj si një këshill dashamirëse me të gjithë ju, sepse media është produkt. Dhe është një produkt për interesat caktuara. Dhe duke marrë atë produktin e gatshëm, nëse e merr kështu pa e filtruar fare, atëherë bëhesh pjesë e lojës. Bëhesh pjesë e interesave të caktuara dhe manipulohesh. Pra është një lloj manipulimi, domethënë. Informacionin do doja ta ndaj me unë e marr gjithmonë nga burime që nuk janë mediatike. Dhe për shembull, po e nisi me konfliktin Rusi-Ukrainë. Informacionet që unë kam marrë prej shumë vitesh, duke qenë se jetoj këtu, jam me familjen dhe më intereson të di çfarë po ndodh, pse po ndodh dhe ku mund të shkojë kjo situatë, sepse si thua, arsyeja kryesore është kujdesi ndaj familjes. Prandaj jam, si thua, gjithmonë i predispozuar ta filtroj informacionin. Pra mos ta marr as nga, le të themi, nga mediat ruse, as nga mediat anti-ruse apo pro-perëndimore që do bëjnë atë lojën e tyre, sepse që mos zgjatem, informacioni gjithmonë ka qenë pjesë e luftës, është lufta informative. Lufta nuk është vetëm fisheqe dhe dron, është edhe propagandë. Ndaj gjithmonë jam prirur që informacionin gjatë këtyre gati 4 vite sa po bën ky konflikt e kam marrë nga individ që janë jo pjesë e medias. Që do thotë profesor së pari në universitete të ndryshme, si në Amerikë, si në rajonin lindor, nga ushtarak, ish ushtarak që mund të kenë shërbyer në NATO ose gjetk, nga ekonomist dhe nga gazetar që i shërbejnë mediave alternative, që nuk synojnë, le të themi, përfitime. Sepse po të dalësh sot për shembull, të bësh një media kundra Rusisë bie fjala, do kesh miliona shikime dhe fiton. Por ka dhe gazetar që nuk dëshirojnë këto fitime, por ama thonë që se si i shohin ata gjërat e dokumentuara, ose profesor apo ushtarak, politolog e kështu me radhë. Dhe që mos zgjatem, lufta në Ukrainë, pra nuk ka ndodhur në vitin 2022 kur ndodhi, domethënë.
nëse duam të shkojmë të tashmen, gjithmonë duhet të nisemi nga e kaluara. Pra thash që luftrat nuk lindin spontanisht, janë akumulimet të mëdha. Dhe rasti më i mirë për të nisur është mbarimi i luftës së dytë botërore. Pra, në fundin e luftës së dytë botërore, kur botës i kanosi një rrezik shumë i madh nga një personazh mjaft karizmatik, që quhej Adolf Hitler, pa Hitleri, me partinë e tij naziste dhe militarizimin thuajse genial, por mjaft të dëmshëm të Gjermanisë asaj kohe, i cili krijoi një aleancë me Italinë fashiste dhe me Japoninë perandorake fashiste gjithashtu. Pra ishte boshti Berlin, Rom, Tokyo. Pra ky bosht synonte që të pushtonte botën dhe ta vinte në një zgjedh sipas ideve të tija. Dhe në atë kohë, në Rusi, pra ose më saktë Bashkimi Sovjetik gjendej si udhëheqës Josef Stalin, në Amerikë Franklin Roosevelt, pra presidenti Roosevelt, kurse në Mbretërinë e Bashkuar kryeministri Winston Churchill. Dhe çfarë ndodhi, duke parë të rrezik kaq të madh, Roosevelt, Churchill dhe Stalin kryen një boshtë tjetër, një aleancë tjetër, për të mposhtur këtë aleancën e madhe Berlin, Rom, Tokyo. Dhe ndodhi me sukses, lavdi Zotit, pra u mposhtë ky rrezik kaq i madh dhe fitoi kjo aleancë e dytë. Dhe çfarë ndodh tani? Ndodh që mposhtjen regjimi nazist e pësoi pikërisht në ish Bashkimin Sovjetik. Betejë e fundit ishte ajo që njihet si betejë e Stalingradit, që sot është qyteti i Volgogradit, për ata që e dinë. Për ata që nuk e dinë, më falni. Dhe gjatë mbarimit të luftës së dytë botërore, Bashkimi Sovjetik ka humbur rreth 27 milion qytetar, pra njerëz, gjatë asaj lufte. Pra një pjesë e tyre ushtarak, një pjesë e tyre popullsi civile. Dhe unë që jetoj këtu, e di me siguri që pothuajse çdo familje ruse, për mos thënë gjitha absolut, kanë dëshmor në familjen e tyre. Pra mund të kenë sërgjyshin, gjyshin, babain e kështu me radhë. Pra, Rusia si një komb janë të gjithë familje dëshmorësh, për ata që njohin pak dhe kontekstin. Dhe çfarë ndodh? Në këtë humbje kaq të madhe, Rusia pati dhe një lloj motivimi shumë të madh për ta parë këtë luftë si një diçka shumë domethënëse, pra përtej një lufte të zakonshme. Pra 27 milion humbje jetësh, pra nëse bëjmë krahasim, Shqipëria është rreth, po themi 2 milionë e gjysmë banor, gjithë Shqipëria. Kurse këta kanë humbur 27 milion për të mposhtur Gjermaninë naziste. Kurse shtetet e tjera që ishin aleate kanë humbur shumë herë më pak, pra qindra mijëra, në rastin më të madh 1 milion gjatë asaj lufte. Dhe çfarë ndodh? Pas kapitullimit të Gjermanisë naziste, Bashkimi Sovjetik avancon dhe shkon deri në Berlin. Pra merr, si thua, këto tokat që ishin në ndikimin nazist, pra bie nazizmi, këta marshojnë, avancojnë pas kapitullimit të tyre dhe shkojnë deri në mes të Berlinit. Dhe në moment që lufta e dytë botërore mbaron de facto, del që Bashkimi Sovjetik kontrollonte hemisferën lindore deri në mesin e Berlinit. Pra deri në Gjermaninë lindore ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik. Por tani çfarë ndodh? Mbaron lufta dhe po e them prapë në fjalë popullore, duke referuar pak historisë së lashtë. Ndodh që këto tre aleanca, pra Amerika, Anglia dhe Bashkimi Sovjetik, do ndanin plaçkën e luftës pasaj. Pra avancojnë kohrat, Rusia mbajnë qëndrimin e doktrinës marksiste-leniniste, kurse Anglia dhe Amerika kuptohet që kishin modelin kapitalist, që sipas Bashkimit Sovjetik ishte imperialist dhe ata nuk mund të bënin dot aleanca, pra do kishin një lloj marrëveshje mes njëri tjetrit, por nuk mundet që të kishin bashkëpunime të thelluara sepse ndaheshin ideologjikisht. Dhe avancojnë kohrat dhe çfarë ndodh me shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik gjatë kohës së Gorbachovit,
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose po themi perëndimi, kthehet për të takuar pra me Bashkimin Sovjetik ose ish Bashkimin Sovjetik, për të ndarë, pra po e them atë në thonjza, plaçkën e luftës, pra territoret e marra gjatë luftës së dytë botërore. Dhe ndodh që në këtë kohë Amerika dhe Anglia, pra perëndimi ose Aleanca Euroatlantike, pra NATO siç njihet ndryshe, që në masën më të gjerë është Amerika, pra gati 80% është Amerika, kishte filluar avancimin e NATO-s drejt vendeve lindore, pra për të marrë prap territor nën influencën e tyre. Dhe tani, për ata që mund t'i tingullojmë pak këto terma si të ashpra, kjo nuk është asgjëre. Pra gjithmonë kështu kanë bërë perandorit, domethënë. Pra po të marrim perandorin osmane, romake, spanjolle, me radhë, gjithmonë lufta ka qenë për territor. Pra duhet ta kuptojmë këtë gjë. Me marrjen e territorit merren resurse, pra merren pasuri natyrore, dhe me këto resurse fuqizohet perandoria, investohet në armatime, investohet në ushtri, hapen baza ushtarake në mbar botën. Kështu ka qenë gjithmonë, domethënë. Pra ata që njohin historinë, si me Aleksandrin e Madh, ekspeditat e tij, ose qoftë edhe më para e më radh, gjithmonë kështu ka qenë e kështu do jetë. Siç thotë shkrimi i shenjtë që mbreti Salomon, një ndër njerëzit më të urtë dhe besimtar, madje thuhet në shkrim që Perëndia dha atë urtësi, ai shkruan në Bibël tek libri i predikuesit që asgjë rrethot nuk ndodh në diell. Ajo që ka qenë është dhe do të jetë gjithmonë. Që do thotë njeriu si natyrë kështu ka qenë gjithmonë. Ndryshojnë mjetet, ndryshojnë kushtet, teknologjia, siç kemi këtë teknologji që po komunikojmë, por natyra njerëzore në thelb kështu mbetet dhe Bibla thotë që mbetet mëkatare pra. Prandaj fjala e shenjtë gjithmonë nxit njeriu që të pendohet, të heqë dorë nga sundimi ndaj të tjerëve, dhe të kthehet tek Perëndia. Të doj Perëndin dhe për sa do Perëndin, do doj dhe tjetrin. Njësoj si veten e tij, këtë thot shkrimi. Pra ky është vullneti i Zotit, që njerëzit ta duan njëri tjetrin. Dhe të ecin me drejtsinë e Perëndis. Por njeriu, duke mos dashur ta njohë Perëndin, ndonse e ka treguar veten, thot shkrimi, mjafton shkosh natyrën, krijimin dhe e kupton që ka një krijues. Po njeriu nuk do këtë gjë dhe do që të jetë qendra e botës, siç donte Hitleri, Aleksandri i Madh që thamë, me radhë dhe kështu vazhdon njësoj. Pra këtë na thot shkrimi i shenjtë, prandaj e bëra këtë hyrje që për ata që mund të duken sikur tingëllojnë ashpër këto terma ose sikur un po kritikoj, nuk po kritikoj, thjesht po them si funksionon njeriu, natyra njerëzore, domethënë, në aspektin shpirtëror. Për sa kohë ai nuk është në dritë. Dhe kur është në dritë do thotë që nuk është në drejtsinë e Zotit. Pra nuk do Perëndin, nuk beson dhe nuk do dhe tjetrin kur nuk beson Perëndin. Po të besoj Perëndin, atëherë do e doj tjetrin dhe do ketë paqe në botë. Këtu e kisha. Dhe ç'a ndodh? Që mos e zgjatemi, ulën palët, pra presidenti i Bashkimit Sovjetik të asaj kohe, fundit viteve 80, dhe presidenti amerikan i asaj kohe. Në mos gaboj ka qenë Gorbačov dhe George Bush i parë, në mos gaboj. Dhe kryen një marrëveshje, pra dakordsohen me një marrëveshje ku Perëndimi i kërkon Bashkimin Sovjetik, pra lindjes, superfuqisë lindore, superfuqia perëndimore i kërkon që t'i japi Gjermaninë perëndimore, pra ta kthejë nën influencën e saj. Dhe Bashkimi Sovjetik i thot, po, pranoj, por kushti të jetë që NATO mos avancoj më në lindje. Dhe marrëveshja kryhet, Gjermania i kalon komplet perëndimit gjatë viteve 90 dhe dim për shkakun ngjarjen e rënjes së murit të Berlinit, ishte pikërisht shërimi i kësaj ngjarje, dhe Bashkimi Sovjetik lëshon, pra i lët lirat disa nga ish republikat sovjetike, duke filluar nga ato baltike, pra shtete si Lituania, Estonia, deri tek shtete si Bielorusia. Dhe mes këtyre shteteve ishte dhe Ukraina, pra në jug të Bashkimit Sovjetik. Pra marrin pavarësinë të gjitha, duke vazhduar dhe më tej në Azia, pra Uzbekistan, Kazakistan e me radhë. Dhe ndodh ky riformatim, le të themi, i territoreve botërore, ku NATO, ose të ndryshe Aleanca Euroatlantikut, e përfaqësuar nga Amerika, Anglia dhe shtetet ku NATO zgjeroi, merrte në sferën e saj të influencës, pra gjithë perëndimin deri në kufit e Gjermanisë. Pra duke marrë dhe Gjermaninë lindore të dhënë nga Bashkimi Sovjetik, ish Bashkimi Sovjetik. Ndërsa Bashkimi Sovjetik lëshonte të gjitha këto republikat përreth,
duke filluar nga veriu, perëndimi dhe jugu, dhe formohet Federata Ruse. Dhe tani këtu është një gjë interesante, Federata Ruse formohet dhe direkt nis bashkëpunimi me Amerikën, pra me perëndimin, për të reformuar edhe sistemin ekonomik. Pra që qëllimi i Rusisë sa asaj kohe ka qenë që Rusia të kthehej si një shtet kapitalist, njësoj si Amerika. Ishte edhe kjo një pjesë e marrëveshjes. Por ajo që ndodh më vonë, të paktën si pretendojnë dhe rusët, është që Amerika në Rusi kreu disa eksperimente sipas tyre jo efektive dhe në fakt disa analistë thonë dhe jo shumë të ndershme. Dhe për ne si shqiptarë dim që ndodhi pikërisht ajo që ka ndodhur në Shqipëri, quhet si politika e shokut ose elektroshokut. Pra një sistem ekonomik i shokut ku i lihet një liri absolute totale tregut me pak ndërhyrje nga qeveria si rregullatore, çka solli më vonë dhe ndërtimin e skemave piramidale, pra firmave rentiere që merrnin para nga njerëzit dhe kthenin me përqindje shumë të larta, domethënë. E njëjta gjë ka ndodhur dhe në Bashkimin Sovjetik, pra njësoj si Shqipëria, pra më falni, Bashkimin Sovjetik thash Rusia, pra Federata Ruse, dhe këtu në fakt ka ndodhur 2 herë skemat piramidale. Dhe gjatë asaj kohe, pa përflasim gjatë viteve 90, ku më së shumti ka qenë president Boris Yeltsin, në Rusi ka pasur një lulëzim shumë të madh, mafia, kontrabanda, trafiqet, korrupsioni, krimi, domethënë gjithçka që rusët nuk e kishin parë më parë dhe ngelën të shushatur, sepse kuptojmë që gjatë kohës së Bashkimit Sovjetik ka pasur një rregull dhe një lloj etike strikte, domethënë ishte detyruar edukata, dhe rregulli, të gjitha këto disiplina. Dhe rusët u gjetën të paprgatitur gjatë kësaj faze. Dhe për më tepër në atë kohë lindi dhe konflikti në Çeçeni. Pra forcat çeçene kërkonin të ndaheshin si republik më vetes, një republik islamike, pra një kalifat, dhe kryenin akte terroriste, pra kanë shpërthyer metro, autobuza, kanë qelluar me tanqe pallate, pra kanë vrarë civil vazhdimisht. Dhe disa analistë këtu thonë që këto kanë qenë të financuara nga Amerika, domethënë, kështu thon këta, domethënë, një pjesë e këtyre. Tani unë nuk i besoj plotësisht, po them me atë ku ka zë, s'është pas gjë, në sensin. Dhe çfarë ndodh? Rusia në atë kohë formoi një ide që në momentin që këta i shtrin krahun Amerikës, i falën gjithë territore. Me këmbim që NATO mos e zgjerojë dhe të merrnin ndihmë nga Amerika, këta u ndjen të tradhtuar, sepse në momentin që i zgjatëm krahun, thon këta, jo vetëm që NATO nuk daloi, po filloi të zgjerojë deri në Poloni e mëtej, pra filloi të zgjerojë vazhdimisht drejt Bashkimit Sovjetik, por paralelisht filluan luftra, konflikte të brendshme përçarse, pra për ta përçar Rusin. Dhe ky është momenti pasaj që në 99-ën vjen zëvendësi i presidentit Yeltsin, që është presidenti sot Vladimir Putin, i cili direkt, si të thuash, eliminoi konfliktin në Çeçeni. Pas eliminimit të atij konflikti, kreu një marrëveshje me ta, duke bërë një marrëveshje tregtare, ata i jepnin gazin natyror dhe Rusia gjithmonë i mban ekonomikisht, ndërtoi aty infrastrukturë e meradh dhe kanë marrëdhënie të normalizuara dhe deri diku pozitive. Dhe më pas presidenti mori në kontroll edhe ndërmarrjet e privatizuara që ishin shtetërore, të cilat i kishin marrë disa oligarkë dhe sipas rusëve këta oligarkët vetëm i transportonin këto të mira materiale drejt perëndimit. Pra si të thuash, sipas tyre zhvasnin Rusin dhe jepnin materiale jashtë shtetit, domethënë. Si të thuash, sipas tyre perëndimi po i përçante, po i luftonte, po i grabiste dhe po i sillte edhe NATO-n tek dera e shtëpisë, domethënë, ushtrin. Kur themi NATO-n, është ushtrin. Pra e bëra këtë hyrje për të kuptuar pak mentalitetin rus. Pra si ndihen ata në momentin kur i bën lëshime Amerikës. Dhe po flasim këtu për vitet 80, fundin e viteve 80. Pra e bëra këtë hyrje për të parë akumulimin. Pra që të dalim te konflikti në Ukrainë, duhet kuptojmë pak akumulimin që thash.
Pra janë më shumë se sa i bi, 40 vite, 40 e ca vite akumulim. Pra rusët nuk kanë besim tek Amerika dhe ndihen të tradhtuar dhe të rrezikuar. Dhe gjatë vitit 2007, kur NATO vazhdoi të avanconte ende më shumë dhe kërkonte të fuse në NATO dhe Ukrainën dhe Gjergjinë, presidenti i Rusisë asaj kohe bëri një fjalim në Berlin ku tha që nuk do lejojmë që të shkelet via e kuqe sipas tij. Pra në sensin nuk është mbajtur fjala, nuk është respektuar marrëveshja midis Gorbaçovit dhe Bushit gjatë mbarimit të luftës së ftohtë. NATO po vazhdon po avancon dhe ne ndihemi të rrezikuar. Dhe ne këtë gjë nuk do e lejojmë dhe nëse preket Ukraina, e cila është shumë afër me Moskën, ne ndihemi të rrezikuar dhe do bëjmë çmos ta parandalojmë. Por çfarë ndodh më pas? Ndodh që palët diplomatike perëndimore lëshojnë një propozim ku i thon Rusisë që ne marrëveshjen, pra marrëveshja e vitit 80 është bërë me Bashkimin Sovjetik, nuk është bërë me Rusinë. Dhe si e tillë sipas tyre nuk mund të njihet. Dhe sipas tyre çdo shtet ka këtë drejtën të bëjë çfarë të dojë. Ndash futen në NATO, ndash jo. Ndërkohë pala ruse i thot, i përgjigjet, çdo shtet ka të drejtë të bëjë çfarë të dojë, ndash të futet në Europë, ndash të pra ka të drejtën ti absolute dhe vendos populli, vendos sovrani, por jo të krijojë baza ushtarake shumë afër kufirit me Rusinë dhe me Moskën, sepse ne ndihemi të rrezikuar. Dhe ajo marrëveshje që është bërë pra gjatë fillimit të viteve 90, fundit të viteve 80, është bërë pikërisht për këtë gjë, që ne që luftuam bashk kundër nazizmit, t'i ndajmë territoret dhe sferat e influencës dhe mos të prekim njëri tjetrin. Por ndodhja që ndodhi pasaj, me kalimin e kohës, nuk u dëgjuan këto pretendime ç'është e vërteta dhe ç'është e vërteta unë personalisht që i ndjek këto gjëra dhe për kulturë, si thua, dhe thjesht për të kuptuar pak dinamikat e botës, që si funksionojnë, ka qenë në mos gaboj festivali Eurosong, pra i këngës, festivali europian i këngës. Nuk e mbaj mend mirë çfarë viti ka qenë, ndoshta 2002-2003, dhe mbaj mend që ai festival u bë pikërisht në Ukrainë dhe në Poloni. Dhe fitoi një tani nuk e mbaj mend kush fitoi, po di që një fituese ishte pikërisht një këngëtare, një zonjë nga Ukraina, quhej Ruslana në atë kohë. Dhe që aty mua filluan më lindën dyshimet, më kujtuan pak historia që mësonim në shkollë ose aktualitetet politike. Dhe pata një parandjen të keqe, domethënë, që aty thash që në momentin që jepet kaq shumë vëmendje Polonisë, Ukrainës, pikërisht Europës lindore, këtu ka diçka që nuk shkon. Dhe kjo parandje u përmbush pasaj më vonë, rreth 10 vite më pas, në 2014, ndodh që në Ukrainë ndodh ai revolucioni portokalli. Tani revolucioni portokalli është shumë i ngjashëm me atë pranverën arabe, për të kuptuar. Pra, vende që revoltohen kundra pushtetit, rrëzojnë pushtetin dhe krijohet kaos pasaj. Po të shikoni pak vendet arabe ku ka nisur ky zinxhir i revolucioneve, po marrim të fundit Libin, për shembull, që u vra Muammar Gaddafi, është në luftë civile, është e përçarë, domethënë, totalisht. Kë kemi tjetër shembull Sirin, e fundit fare, komplet e plurosura, çfarë mund të them, e shkatruar, dhe kreu i tyre është një ish Al-Qaeda. Ish Al-Qaeda, Al-Nusra, pra një ish kre i organizatave terroriste, aktualisht është presidenti i Sirisë dhe përkrahet nga vendet perëndimore, po edhe lindore, domethënë, sepse janë detyruar të bëjnë marrëveshje me atë vend. Pra, politika mos pres njëri që është e ndershme, domethënë. Një ndër mendjet dhe mentorët e disa presidentëve amerikanë, Henry Kissinger, kanë thënë që në diplomaci nuk është fajtor ai që gënjen, është fajtor ai që beson. Pra këtë ka thënë ai. Dhe ç'a ndodh? 2014-ën vazhdon vala e revolucioneve, pra që nga pranvera arabe, njësoj dhe në Gjeorgji, në Gjeorgji Rusia ndërhyn dhe e qetëson situatën dhe përvetëson dy zona që janë Osetia, Republika Osete,
për të krijuar ato që njihen si në anglisht buffer zone, pra zona neutrale për të neutralizuar konfliktet të mundshme në të ardhmen ose kryengritje të mundshme. Dhe njësoj me Gjergjin ndodh edhe në Ukrainë. Gjë për të cilën Rusia ishte përgatitur, tani e kuptojmë, shumë herë më herët që për viteve 2000 ishte gati e përgatitur një dekadë e gjysmë, që kjo gjë do ndodhte. Dhe ç'a ndodh tani? Për të kuptuar pak dhe realitetin në Ukrainë, duhet të bëj një hyrje edhe me realitetin etnik në Rusi. Duke qenë se thash në Rusi vij për viteve 2012 dhe tashmë jetoj plotësisht prej 5 vitesh, njoh shumë herë më shumë realitetin, mentalitetin dhe kulturën ruse. Tani nuk ka rus, kur themi rus, besoj imagjinojmë një bjond me sy blu, nuk është vetëm kjo, ky është një stereotip. Rusia ka mbi 120 e ca etni të ndryshme. Pra është një popull multietnik dhe multifetar. Pra, siç ka 100 e ca etni, 120 e ca etni. Për shembull, ku hyn çeçenët, janë një etni, po ata njihen si rus. Hyn kalmykët për shembull, janë etni tjetër, po njihen si rus. Mordovianët e të tjera janë edhe etnia ukrainase, që është një etni e vogël. Janë si ato minoritetet që ne kemi në Shqipëri. Pra minoritete po i quajmë këto etnit. Dhe ka 4 fe të ndryshme, dominon feja ortodokse lindore në masë më të gjerë, pasaj të krishterët protestant, pjesa tjetër, pasaj kemi hebrejt, madje kemi edhe një republikë hebreje në Rusi, në lindje që njihet si etni ruse. Pra janë të gjithë hebrej, një shtet. Birimixhan quhet ai shteti, në lindje të jugut të Rusisë, afër zonës ku ndodhet Kina dhe Japonia. Pra Birimixhani është një republikë ku ka vetëm hebrejnë, po njihen si rusë ata, etni tjetër. Ka dhe pasaj fen budiste, ku është pothuajse juglindja, ka dhe fen islame, që është komplet jugu ku lidhet me Kaukazin, Uzbekistan, Kazakistan, Taxhikistan e me radhë. Pra edhe këta njihen si rusë, pra që janë etni të brendshme. Ose kemi etnin për shembull çuvashët, njihen si rusë, po janë musliman. Ingushetët njihen si rusë, po janë musliman. Pra etni të ndryshme. Pra po i bëjt hyrje për të kuptuar, le themi ka 120 etni, 120 etnia 121 është ukrainase. Tani Ukraina është formuar gjatë Bashkimit Sovjetik si një shtet. Pra si shumë të tjera që thash, domethënë. Shumë kemi Bielorusin. Pra tjetër shtet aty janë kryesisht rus, ka ca etni të vogla, po është krijuar si republik. Tani brenda Ukrainës, një treta janë rus, pra janë plotësisht rus. Pra jo të etnive të ndryshme. Pra një treta, po themi 25-30% janë rus. Tani ç'a ndodh? Politikisht 2/3, pra edhe një 25% tjetër, deri në 30% janë të përzier, pra etni të ndryshme, po janë pro-rus. Pra në sensin duan të kenë marrëdhënie normale, ekonomike, tregtare, kulturore, shoqërore, politike me Rusin. Kurse 1/3 e mbetur, që është pjesa perëndimore, ku brenda saj bën pjesë etnia ukrainase, pra konkretisht 100% ukrainase, bashkë me etni hungareze, polake, rumune e disa të tjera, janë pro-perëndimor. Pra kështu ka thënë qenë pothuajse gjithmonë pas viteve 90. Pra 2/3 janë ruse pro-ruse, 1/3 është pro-perëndimore. Dhe ç'a ndodh tani me revolucionin portokallit të 2014-s? Në këtë pjesën pro-perëndimore filloi të krijohet një segment jo vetëm pro-perëndimor, por anti-ruse, nacionaliste dhe naziste, për më tepër. Dhe këtu nuk po e teproj, sepse janë vetë informacionet që qarkullojnë sot në media dhe gjithë deklaratat e meradh. Në krye të këtij fraksioni është regjimenti Azov, që janë neonazist ukrainas, të cilët e lidhin identitetin e tyre me luftën e dytë botërore, kthehemi prapë te Hitleri, ku në Ukrainë kanë qenë disa udhëheqës pro-nazist. Dhe ata i quajnë se me këta nazistët ne do kishim fituar më shumë. Dhe nuk është çudi sepse të tillun kanë takuar edhe në Shqipëri. Ka dhe në Shqipëri njerëz që thonë që si s'na mori Gjermani, si s'na morën fashistët,
do na kishin zhvilluar, do na kishin ndërtuar. Pra është edhe në Shqipëri një pjesë, le të themi, lavdi zotit e vogël, që mendojnë që po të ishim me nazistët, me italianët, do ishim zhvilluar më shumë edhe më shpejt edhe do kishim më shumë përfitime. Nuk është një gjë për të çuditur. Ose kemi rastin agimit të art në Greqi, pra neonazizmi grek, që sa ku ishte në parlament, por lavdi zotit i hoqën dhe ata në parlamenti, që dhe ata kështu thonin, ne jemi ratë superiore, duhet të hapet panhellenizmi, pra bota duhet t'i sundohet kulturës greke, e gjëra të tilla, domethënë. Kurse shqiptarët nazist e kanë të njëjtën gjë po me ilirët, pra me ringjalljen e këtyre praktikave okultike, mistike, pagane, siç bëri dhe Hitleri, se dhe Hitleri ngjalli mitin e paganëve nordik, romake, ca lindore, ca tjera. Mjafton shikosh ato simbolet që i gjen sot tek qoftë fet lindore, si është budizmi e kështu, pra gërmimi këtyre lashësive, me dhe me mistereve të lashta të panjohura. Dhe njësoj tani ndodhet edhe në Ukrainë. Dhe nuk është çudi sepse regjimente, domethënë, fraksione naziste ke edhe në Amerikë, për shembull grupi Ku Klux Klan ose në Gjermani po, por në shumë vende ke njerëz që kanë këtë ideologji. Ideologjia që njihet si suprematiste. Pra njerëz që shohin veten suprem ose më mirë se të tjerët, falë racës, lashtësisë, pas zbuluar sipas tyre, ca gjërave të tilla, domethënë. Dhe çfarë ndodh tani? Me krijimin e këtyre rrymave, pas viteve 90, që bie Bashkimi Sovjetik, fillojnë shfaqen këto ideologji. Pra neonaziste, që ishin të fjetura dhe të shtypura nga sistemi sovjetik. Kurse tani, kur fillojnë këto revolucionet, pra që ngrihen popujt kundra sistemeve, këto regjimente marrin më shumë hov. Dhe ndodh që 1/3 e Ukrainës fillon protestat që kulmuan në Kiev pas votimit që u krye në Ukrainë, ku u zgjodh president, në mos gaboj ka qenë Viktor Yanukovych. Yanukovych ishte president që ishte pro-rus, duhet thënë, pra ishte përfaqësonte shumicën e Ukrainës. Pra edhe komunitetin rus në lindje dhe ata që pro-rus në qendër, pjesë dërmuese pro-rusë, sepse nuk po themi që janë të gjithë pro-rus aty, por nuk përfaqësonte këtë 1/3 në perëndim të Ukrainës. Dhe ndodh ky revolucioni, pra ky që më pas rezultoi në grush shteti, ngjashëm siç u bë në Turqi, në vende të tjera, sepse filloi kjo rrym. Nga Afrika Veriore që tham, filloi u prap edhe në Turqi, më radhë, kështu me radhë, deri në Ukrainë. Dhe aty tani nuk e di sa të informuar e njerëzit në Shqipëri, aty këto regjimente fashiste kanë rrëmbyer njerëz në rruga, i kanë mbyllur në ndërtesë dhe i kanë djegur të gjallë, pra duhet ta kuptojmë këtë gjë. Pra aty janë bërë vrasje masive, nuk e di sa jep media, por janë të gjitha të filmuara gjatë kohës kur nuk ka pasur inteligjencë artificiale. Pra janë vrarë gra, njerëz të thjeshtë. Dhe çfarë ndodh në këtë kohë? Ndodh që pasaj bëhet marrëveshja e Minskut, pra ndërhyn Rusia si mbrojtëse, le të themi, e komunitetit të saj në Ukrainë, ndërhyn dhe faktorët perëndimor si mbështetës, tani nuk po themi të dhunës, po ishin mbështetës që në Ukrainë zgjedhjet janë manipuluar, ka fituar një i mbështetur nga Rusia, ne nuk e lejojmë të gjë, Ukraina ka drejtë zgjedhje, dhe takohen palët në Bielorusi. Dhe në Bielorusi takohet presidenti i Rusisë me palët perëndimore, atë kohë ka qenë Angela Merkel, kancelari i Gjermanisë, dhe firmosin një marrëveshje paqe, që kjo gjë të zgjidhet me paqe. Dhe u dha dhe kushti që Yanukovych do ishte një president teknik, do vazhdonte pasaj deri në shëshimin dhe normalizimin e gjendjes, e kështu me radhë. Por çfarë ndodh pasaj? Sa firmoset marrëveshja dhe kthehen palët në vendet e tyre, ukrainasit pushtojnë parlamentin, pra kjo pjesë, po i quajmë ekstremiste, pushton parlamentin, Yanukovych detyrohet pra ata detyrojnë të firmosin ato kushtet e veta, pra nuk e respektojnë marrëveshjen e Minskut. Yanukovych largohet pasaj në Rusi si azilant politik dhe ata marrin pushtetin. Pra këto forca ekstremiste vendosin personat e tyre aty dhe
personat e tyre fillojnë të flasin pra presidenti asaj kohe me një gjuhë do thëja mjaft agresive. Pra kthehet timonit totalisht kundra Rusisë. Pra jo vetëm pro-perëndimore, madje rrallë flitej për perëndimin në fjalimet e tyre. Unë që e di gjuhën i kuptoj shumë mirë, retorika e tyre ishte një retorik sulmuese. Që Ukraina pra duhet sulmoj dhe o me ne o me ata pra u bë luftë. Dhe ç'a ndodh? Këtu pasaj merr shkas Federata Ruse që thot unë do mbroj popullatën time. A ishte ky pretekst jo as ishin gjërat. Unë këtu nuk hy dhe anekson Krimen. Krimea bën pjesë pra të thash tek lindja e Ukrainës dhe është komplet popullsi ruse. Madje edhe presidenti i Rusisë tha në atë kohë, si Kosova, tha, si ka bërë NATO me Kosovën, që janë 98% shqiptar, dhe lavdi Zotit që ka bërë, edhe unë tha, po e bëjmë me Krimen dhe bërë një referendum, ata votuan për të bashkuar me Rusinë, u bashkuan. Po gjatë asaj kohe tani, na 2014 me tej, duke qenë se situata agravohet, fillon një përleshje midis Ukrainës perëndimore dhe Ukrainës lindore. Pra Ukrainës anti-ruse dhe Ukrainës pro-ruse, le të themi. Pra Ukraina pro-ruse po quhet pjesa e Donbasit që është sot. Aty Rusia fut forcat e veta me pretekstin për të ruajtur territorin dhe popullatën, ndërsa Ukraina fillon sulmet, le të themi, për ta marrë në kontroll këtë territor për mos qenë një territor në të ardhmen separatist. Pra fillon konfliktet nga 2014 deri në 2021-shin, ku nuk u shpall luftë zyrtare, po i quajmë për gjithë kohës ka pasur konflikte dhe të vrarë. Pra lufta ka qenë statike e vazhdueshme, sidomos gjatë 2014-s e mëtej. Pra nuk ka nisur në 2021-shin si thonë mediat në Shqipëri apo disa media në botë që thonë ishte konflikt i paprovokuar më saktë. Konflikti ka filluar që në vitet 90. Prandaj është kaq i akumuluar. Dhe ç'a ndodh? Ndodh pasaj që vjen në pushtet një aktor, Volodymyr Zelensky. Pra gjatë asaj kohe duhet kuptojmë që edhe emrat fillojnë Ukraina si të ndryshojnë. Pra nga Vladimir e bëjmë Volodymyr, dhe këto unë i di nga një i njohurim që kam pasur bashkëpunime në Holland me origjinë ukrainase, im tha në atë kohë, pra para vitit 2014, po themi gjatë rreth viteve 2012, më tha që në Ukrainë po heqin gjuhën ruse në shkollat, pra duan të shkatrojnë gjithçka që e lidh me Rusinë ose Bashkimin Sovjetik dhe po ndryshojnë dhe emrat. Dhe ai kishte emrin Andrei, që është një emër tipik rus, që është nga Andrea, siç e kemi ne, dhe i ka kishin bërë Ondrej. Pa dëshirën e tij, pra, domethënë ndryshojnë shin emrat edhe në mënyrë të imponuar, pra duhet i themi këto gjëra në vrazhdën e kësaj që sapo folëm. Dhe vjen Volodymyr Zelensky, për cilin unë nuk do të flas shumë, po duhet të them që ai është një komedian. Pra nuk është një aktor i mirëfillt, profesionist i niveli, le të themi, të lartë, është një komedian, është humorist, domethënë, si prerje. Dhe ai ka jetuar gjithkohës në Rusi, madje ekziston një video e tij gjatë një konkursi kur ai u zbulua si talent që bënte imitime, ku ai ishte takuar me presidentin Putin të asaj kohe. Pra ka jetuar në Rusi dhe ai nuk ka ditur gjuhën ukrainase. Por nuk e di si e sjell koha që i ka pasur lidhje me disa oligark në Ukrainë, dhe si duket me informacione që thon tani ata e kanë sponsorizuar, kryen dhe një film që ky ishte një superhero që hyn në parlament i vret gjithë korruptuarit dhe shpëton Ukrainën. Dhe mjaftoi kjo si duket për reklam, në atë kohë që Ukraina ishte ende në këto trazira, në luftë civile të brendshme, në korrupsion të paparë ndonjëherë, pra duhet ta themi këtë, dhe një nivel mafie dhe trafiku dhe kontrabande që nuk ishte parë ndonjëherë, pra gjatë viteve të trazirave, dhe kuptohet që në luftë këto gjëra ndodhin. Dhe ndodh që Zelensky kandidon për president, por këtu është një element shumë i veçantë për ta përmendur, që ai kandidon për ta kthyer rrotën, pra drejtimin e politikës ukrainase në drejtimin pro-rus. Pra Zelensky
Tani unë nuk e di, po mendja më thot, duke ditur që shumica në Ukrainë është pro-ruse, pra nuk do luftë me Rusin, do të ketë marrëdhënie normale dhe tregtare, sepse ata duhet thënë dhe diçka, përfitonin pra lëndë të parë, gaz, naftë e tjera, energji përfitonin falas nga Rusia për një kohë shumë të gjatë. Dhe shumë favore të tjera, tregti të tjera, ende sot që ka luftë aty kalojnë tubat e gazit që shkojnë në Europë. Dhe popullsia, pra duhet ta kuptojmë, me shekuj të tërë ka jetuar me Rusinë dhe nuk e sheh veten si të ndarë nga Rusia. Duke parë Rusinë në kontekstin që është, ka 120 etni. Edhe Ukraina ka 5 etni. Një nga këto 5 etni janë ukrainasit, që është një pakicë. Po duhet ta themi, kjo është gjeografia. Kjo është e vërteta. Pra shumica donte marrëdhënie normale me Rusinë, sidomos pas tyre trazirave, korrupsionit, mafjes, trafiqeve tjera me radhë. Dhe Zelenski mjafton vetëm të shikoni intervistat e tij në YouTube, ka ardhur me premtimin që ai do të japi fund konflikteve dhe do rikthej paqen me Rusinë. Prandaj kanë votuar atë. U votua Zelenski, asgjë nuk ndryshoi, përkundrazi, jo vetëm që regjimentet Azov neonaziste vazhdonin të influenconin dhe të kishin kontroll dhe influencë të madhe në qeverinë ukrainase, edhe Zelenskit, por filloi të flitej që do futen trupat e NATO-s dhe të hapin bazat e tyre në Ukrainë. Dhe kjo do bëhej sipas tyre për të shliruar Ukrainën lindore nga rreziku rus dhe për të marrë Krimen mbrapsht në Ukrainë. Këtu pasaj çfarë ndodh që është gjithë administrata ruse, politikanët me në krye presidentin shkon dhe bën një sër takimesh, duke filluar nga Amerika, nga Europa, nga çdo shtet i mundshëm, për t'i kërkuar që të zbatohej marrëveshja e Minskut, e bër gjatë kohës së kancelares Merkel, dhe nuk e mbaj mend kush ka qenë presidenti i Francës aty, ndoshta ka qenë Sarkozy, nuk e mbaj mend. Por ndodh që askush nuk e dëgjon. Dhe tani dalin informacionet pas, dhe jo më pak, po presidenti Biden i asaj kohe nxjerr këtë informacion që thot Putini erdhi më kërkoi të gjë që Ukraina le të zgjedhë vetë çfarë të dojë, por NATO nuk ka për të hyrë aty sepse ne ndihemi të rrezikuar. Dhe dua që të respektohen, nuk po themi më marrëveshjen e Gorbaçovit, por marrëveshjen e Minskut që vetë kemi firmosur. Dhe Biden, që thot vet, ka thënë që i kishte thënë që po ti pse flet sikur ke në një fuqi, se ne jemi kaq miliard dollar, ti sa je, domethënë. Dhe presidenti rus kishte thënë, unë nuk kam fuqi, po kam pushtetin që ta kthej, para ta kthej krahun dhe të kaloj komplet në lindja. Sepse duhet kuptojmë që gjatë vitit 99 me ardhjen e Putinit, deri në 2021 Rusia gjithmonë ka kërkuar zgjerimin dhe bashkëpunimin me Europën, na perëndimi, ku ata e kishin nisur gjatë viteve 90. Por që sipas tyre, u ndjen të tradhtuar e me radhë, domethënë gjërat që diskutohen këtu. Dhe kjo ishte përgjigjja e Putinit, që unë do ta kthej dhe do kaloj me Kinën. Pra totalisht me Kinën, dhe dihet që gjithë kjo konkurrencë bëhet për Amerikën dhe Kinën, pra Amerika dihet e rrezikuar nga Kina, që mos u mbasi dominimin e saj në botë. Dhe e kishin lënë kështu, pra nuk patën marrëveshje, asgjë. Amerika tregoi që Ukraina ka drejtën e saj dhe ne bëjmë çfarë duam. Dhe nuk po them këtu se Bideni është burr i keq, amerikanët janë të këqij dhe rusit janë të mirë. Thash, unë i qëndroj në luftë, nuk ka të fituar, janë gjithë humbur dhe të gjithë janë mëkatar. Çështja është që ai që është më i forti, gjithmonë në histori ka treguar që është arrogant. Ka treguar që nuk e dëgjon tjetrin. Dhe çfarë ndodhi më pas, besoj e dim, merret vendimi që Rusia do kryej këtë operacionin special ushtarak, por që në fakt është luftë. Është luftë në zonën e Ukrainës, që pra synimi është demilitarizimi dhe denazifikimi i vendit. Që do thotë Ukraina mos futet në NATO, pra të bëjë çfarë të dojë si shtet, ka drejtën e tij, po jo të sjellë ushtrin këtu, sepse NATO është çështje gjeopolitike ndërkombëtare, nuk është lokale. Dhe e dyta,
të si të themi, të eliminoj një pjesë të madhe të arsenalit të saj ushtarak, dhe së treti të heqi nga radhët e saj, në ranqet e saja, elementet neonazist. Pra ky është ende vazhdon të jetë qëllimi i Rusisë në këtë luftë. Dhe që mos të hymë në detaje, të gjitha dim që në atë kohë filloi pasaj dhe lufta propagandistike, ku kushdo që thoshte gjërat siç janë, cilësohej si pro-rus, si agent, ku diun, apo më the të thash, dhe Zelenski dilte në revista si hero, Churchilli i ri, lufta ishte pra provokuar, ky ndërhyri kot pa provokim, nuk i ra njëri më qaf, i ra kot Ukrainës. Pra janë të gjitha, më falni miq, janë gjitha gënjeshtra. Janë gjitha gënjeshtra. Pra shikojmë luftra gjithmonë nisin si akumulim, pra duhet ta kuptojmë të gjë, dhe do dalim dhe te Irani. Por më mirë se ne, për të kuptuar pse ndodhin këto luftra, flet më mirë Shkrimi i Shenjtë dhe le të lexojmë një varg. Thuhet mjaft mirë tek letra e Jakobit në Bibël, tek Testamenti i Ri. Jakobit 4, vargjet nga 1 deri te vargu 3 thuhet: "Nga vijnë luftrat dhe grindet te ju", thot. Pra thot Shkrimi i Shenjtë, a nuk vijnë nga pasionet që luftojnë në gjymtyrët tuaja? Pra që ka një dëshirë e brendshme kjo lufta. Se Shkrimi i Shenjtë thot, vijnë nga pasionet. Dhe këto pasione luftojnë njeriu për brenda. Ju lakmoni, thot, dhe nuk keni, ju vrisni dhe keni smir, dhe nuk fitoni gjë. Ju ziheni dhe luftoni, por nuk keni, sepse nuk kërkoni. Pra do thot lakmoni. Lakmia është kjo likësi që vjen për brenda njeriut si pasion dhe krijon grindje dhe luftra, thot Shkrimi i Shenjtë. Dhe çdo thot lakmia, pra lakmoni dhe nuk keni, do gjën e tjetrit. Dhe ne dim që Rusia është një vend shumë i pasur me minerale. Sepse është një vend i madh. Për ata që nuk e din, janë vetëm 3 shtete në botë që mund të jetojnë vetëm me forcat e tyre dhe të izoluara, mos kenë marrëdhënie tregtare me asnjë shtet dhe të jetojnë. Është Amerika, Brazili dhe Rusia. Pra këto 3 shtete në botë jetojnë vetë sepse i kanë që të gjitha. Pra kanë tokën, detin, kanë minerale, kanë arin, diamantet, naftën, gazin, gjitha deri te peshku. Kanë zona ku mbijnë fruta, perime, gjitha, pra grurin e gjitha me radh. Pra janë vende të vet, pra mund ta mbajnë vetveten. Por tani rezulton që Rusia ka një territor shumë të madh dhe një pjesë saj ka të pashfrytzuar. Dhe Shkrimi këtu i Shenjtë thot, pra ju lakmoni dhe nuk keni, pra nuk e kanë këto vende të tjera dhe duan ta marrin këtë gjë. Dhe unë s'po them na një gjë të re, sepse po dalin vetë fjalët e, le të themi, personave me pozita të larta gjatë kohës së presidencës kaluar amerikane. Madje tani kanë dalë, po flasin hapur fare. Trumpi, për shembull, presidenti Trump dje tha që unë tha dua të pushtoj Iranin që t'i marr naftën, tha, e kupton? Ata që nuk e kuptojnë këtë, tha, janë budallënj, tha ai. Po dhe të drejtë ka dhe shumë mirë që po thonë të vërtetën, kjo është një gjë e mirë. Sa do e hidhur të jetë e vërteta, e sa do të, si të themi, lënduese apo poshtëruese duken ato fjalë, të paktën është e vërteta. Unë për të gjë e admiroj presidentin Trump se ai flet hapur të paktën, po e thot hapur që unë po shkoj atje të marr naftën. Dhe ata që se kanë kuptuar të gjë, thot, ata janë thjesht budallënj, thot, e kupton. Shikojeni këtë intervistë dha para se të hipte tek avioni ku bën ato intervista të shpejta atje. Tani kuptohet, Trumpi ka shumë kontradita, ka tjera, po të paktën këtu foli dhe tha këtë tha. Pra Trumpi po flet njësoj siç domethënë ato parime që mëson Shkrimi i Shenjtë. Dhe Shkrimi i Shenjtë thot vetëm të vërtetën. Që një shtet lakmon atë që ka tjetri, është si me njerëzit. Ka njerëz që lakmojnë dhe kanë këto dëshirat e liga për brenda. Nuk i duan të mirën tjetrit, duan t'ja marrin, ta kenë edhe ata atë që ka ai. Ose mos ta ketë ai. E dini që ka njerëz tonë më mirë të vdes edhe ai mos ta ketë. Pra ky është lakmia, mëkati, është forca e mëkatit që jep Shkrimi. Pra lakmoni, thot, dhe nuk keni, vrisni, thot, dhe keni smir, dhe nuk fitoni asgjë. Shikoni çfarë thot Shkrimi i Shenjtë. Pra nëse bën kështu, lakmon, grindesh, vret, nasmira, xhelozia për tjetrin, në fund ti nuk ke për të fituar asgjë. S'ke për të fituar asgjë në fund, thot Shkrimi.
Dhe thot pasaj, ju kërkoni dhe nuk merrni, sepse kërkoni keqas që të shpenzoni për kënaqësitë tuaja. Dhe le të dalim pak edhe këtu, domethënë, çfarë është bërë pas luftës së ftohtë? Ose më saktë pas luftës së dytë botërore? Çfarë kemi parë, domethënë? Kur u nda plaçka e luftës dhe shtetet kryesisht ato perëndimore, pra Amerika, fitoi një pasurim shumë të madh pas luftës së dytë botërore. Pra u nda plaçka e luftës. Si i shpenzuan gjërat ata? Ku e çuan gjithë të pasuri? Atëherë në dy drejtime kanë çuar. Siç kanë bërë dhe perandoritë romake e të tjera para tyre, kanë bërë po të njëjtat gjëra, po të njëjtat gabime. Së pari, investim absolut në ushtri, në mënyrë që të zgjerohen ushtarakisht dhe të kemë bazat e tyre në të gjithë botën. Pra kjo është e para dhe mos ju vi çudi sepse ka njerëz që ende nuk kuptojnë pse është i pasur Elon Musk, pse është i pasur Bill Gates e tjera. Po sepse kanë investuar në teknologji. Ja, sepse. Do thonë njerë, po ç'lidhje ka kjo teknologjia? Sepse janë tendera të qeverisë amerikane për të zhvilluar teknologjinë ushtarake. A e dini që celulari i parë është pikur për ushtrin? Ka qenë Motorola. E shumë këto të tjera deri tek valët apo raketat e Elon Muskut, apo makinat me energji diellore, apo robotët e dronet e me radhë. Janë të gjitha kontrata tendera shtetëror që shtetet alokojnë këto buxhete për zhvilluar teknologjinë që zhvilluan ushtrinë, të fitojnë luftra. Për këtë bëhet e gjitha. Ky është drejtimi i parë ku janë shpenzuar buxhetet amerikane. I dyti pasaj është për qefe dhe kënaqësi të pamoralshme. Pra duhet ta themi edhe këtë, sepse thotë shkrimi i shenjtë dhe këtu do dalim. Pra ju kërkoni, thotë, dhe nuk merrni, sepse kërkoni keqas që të shpenzoni për kënaqësitë tuaja. Ja ku është kërkimi keqas për luftë, për të vrarë, dhe dyta për kënaqësitë tuaja, për epshet tuaja. Dhe çfarë ndodh kur bëhet kjo gjë? Mund të lexojmë nga letra e Romakëve, prapë në Bibël, për të analizuar realitetin në të padukshme. Ndodh që ata që bëjnë këto gjëra do bien në zemërimin e Perëndisë. Dhe mos u duket çudi kur që pse mund të jetë ligësi shpenzimi për kënaqësitë tuaja. Po kënaqësi po jo për në kurrizat e tjerëve. Sepse nuk është e moralshme që shumica në botë dergjen në varfëri, vende në Afrikë vdesin auria çdo minutë na një fëmijë, në skllavërira, në shtypje, ndërkohë që ti këtej shfrenohesh në qefe. Më kujtohet një moment një herë para ca kohësh ku po shikoja lajmet dhe aty më doli një kontrast. Në Afrikë, siç thash, ishin njerëz që s'kishin ujë në Sudan, vdisin edhe nuk kishte as mamaja qumështu që ende foshën e vdisnin bashkë në skamja e tmerrshme. Ndërkohë në Paris ekspozohen në një qendër premium tregtare një pemë e vitit të ri e bërë me diamante të mara të grabitura nga Afrika, nga Franca. Ja, kjo është bota. Dhe çfarë ndodh? Këto buxhete, një pjesë në ushtri, pjesa tjetër në qefe dhe ne i dim çfarë qefesh, mjafton të përmendim disa, siç janë financimi i projekteve të lirisë seksuale, për shembull. Janë shpenzuar buxhete katastrofale për higjienin seksuale, për ndryshimin e gjinive, për edukimin seksual, edhe tek foshnjat. Pra mund ndryshosh në klinika edhe gjinin e foshnjave. Për transgjenderat e gjitho gjëra që s'janë dëgjuar në këtë nivel më parë, po gjithmonë kanë qenë. Dhe më lejoni të them, kur një komb, një shoqëri arrin shturjen seksuale, fillon të shfaqen dy simptoma. E para është degradimi dhe degenerimi i çdo niveli shoqëror të atij shteti ose të asaj shoqërie, si në Sodom dhe Gomora, kështu ndodhi edhe në Rom. Pra degenerimi që do e lexojmë pas pak të shkrimi. Dhe së dyti është rebelimi i tyre ndaj Zotit. Dhe jo më kot, për shembull mund të përmend disa shenja, lojrat olimpike në Londër,
ata bën një statuj të një viçi të artë, që është shëmbëlles e idhujtarisë në Bibël. Njëta gjë ndodhi me kombin e Izraelit kur kthyen në idhujtari gjatë kohës së profetit Mojsi. Pra ishte komplet një ilustrim biblik. Dhe ata shfaqin rituale si adhurimi të atij viçi të artë, domethënë. Ose së dyti ishte hapur fare, që ishte në mos gabojnë lojrat olimpike të Parisit. Ata kryen darkën e fundit të Krishtit dhe të apostujve me personazhe transseksual, domethënë. Para improvizuan darkën e fundit, prap një histori biblike me transseksual. Pra bën Krishtin që në Bibël është shëmbëllimi i Perëndisë, së padukshëm në trupin e dukshëm, e bën në një trup transseksuali, edhe kështu me radhë me ato performancat e tyre, domethënë. E kështu me radhë shumë e shumë të tjera, domethënë. Në Eurovision, në mos gabojnë në të fundit, improvizuan një ritual satanik. Dhe mos ju vinë çudi, domethënë fare, sepse kemi rastin e Epsteinit, pra dosjes Epstein, po për të nuk do flas dash zoti në një seri tjetër, sepse nuk dua të zgjatem shumë, që çfarë kryenin ata ishin pikërisht këto simptoma të fundit të degradimit të shoqërisë. Dhe sa më shumë degradosh, aq më shumë shkon në errësirë dhe fillon adhuron Satanin. Sepse është me shkallë. Në fillim shthuresh dhe bën të kundërtën e fjalës së Zotit, pastaj del kundra Zotit, pastaj adhuron Satanin. Dhe nuk është çudi kjo gjë, por çfarë është e rëndësishme për ta ditur është që këto gjëra do ndodhin, Bibla i parashikon. Por ama Perëndia këta njerëz nuk do i lër asnjëherë pa i ndëshkuar. Dhe me këta njerëz Perëndia është i zemëruar. Dhe këtë thot Shkrimi i Shenjtë, dhe ja ta lexojmë tek letra e Romakëve kapitulli i parë. Nëse lexojmë, do lexojmë pak gjatë, në 18 te 32, na thuhet: sepse zemërimi i Perëndisë zbulohet nga qielli për çdo pabesi e padrejtësi të njerëzve, që mbysin të vërtetën në padrejtësi. Meqense ajo që mund të njihet prej Perëndisë është bërë dukshme në ta, sepse Perëndia u ka shfaqur atyre. Në fakt cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hynia e tij, duke qenë të padukshme nëpërmjet veprave të tij, duke qenë të dukshme, nëpërmjet veprave të tij, që na krimi i botës shihen qartë, me qëllim që ata të jenë të pafalshëm. Sepse megjithëse e njohën Perëndin, nuk e përlëvduan as e falenderuan si Perëndi. Përkundrazi u bën të pamend në arsyetimet e tyre, dhe zemra e tyre pa gjykim u errësua. Duke deklaruar veten të urtë, u bën të marrë dhe ndërruan lavdinë e Perëndisë së paprishëm në një shëmbullim të ngjashëm me atë të një njeriu të prishëm, të shpendëve, të katër këmbshave dhe të rreshqanorëve. Prandaj Perëndia ja dorëzoi, kujdes çfarë thotë, Perëndia ja dorëzoi papastërtitë në epshet e zemrave të tyre për të shënderuar trupat e tyre në mes vetë atyre, që ndryshuan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër dhe adhuruan dhe i shërbyen krijesës në vend të krijuesit, që është i bekuar për jetë. Amen. Prandaj Perëndia i dorëzoi, thuhet prap, ata në pasione të ulta, sepse edhe gratë e tyre i shndruan marrëdhëniet natyrore në atë që është kundër natyrës. Në të njëjtën mënyrë, burrat, duke lënë marrëdhëniet e natyrshme me gruan, u ndezën në epshin e tyre për njëri tjetrin, duke kryer akte të pandershme burra me burra, duke marrë në vete shpagimin e duhur për gabimin e tyre. Dhe meqense nuk e quajtën me vend të njihnin Perëndin, Perëndia i dorëzoi, thuhet prap, në një mendje të çorroditur për të bërë gjëra të pahishme, duke qenë të mbushur plot me çdo padrejtësi, kurvërim, mbrapshti, lakmi, ligësi, plot smir, vrasje, grindje, mashtrim, poshtërsi, mashtrues, shpifës, armiq të Perëndisë, fyes, krenar, burravec, trillues ligësish, të pabindur ndaj prindërve, të paarsyeshëm, të pabes, pa dashuri të natyrshme, të papajtueshëm, kjo do më njën sot në botë, të pamëshirshëm. Por ata ndonse e kanë njohur dekretin e Perëndisë, sipas të cilit ata që bëjnë gjëra të tilla meritojnë vdekjen, jo vetëm i bëjnë, por miratojnë edhe ata që i kryejnë. Pra këtë thot Shkrimi, që mos të thellojmë ende më tej, pra Perëndia këta njerëz i dorëzon në shkatërim. I dorëzon në shkatërim, dhe ne jetojmë fiks në kohën ku thuhet
pra njerëz të parsyeshëm, pra bota ka humbur arsyen, sepse ka vajtur në shkallën e degradimit afër fundit. Dhe pam edhe raste sporadike, si rasti Epstein, dhe kur them rasti Epstein, se kam për atë vete, kam për shpurën e tij, që ishin princër, princesha, ministra, qeveritar, që futeshin në ato gjëra që janë dhe turp ti thuash, çfarë bënin ata atje. Pra, të parsyeshëm, kanë humbur arsyen, janë terror. Pra dhe po flitet tu për elitat botërore, të pabestot, të pabes, nuk besojnë Zotin, kundra Zotit. Dhe pastaj thot, pa dashuri të natyrshme, pra nuk kanë atë dashuri që Perëndia e ka krijuar njeriu që ta ketë, të papajtueshëm. E shikoni, pra nuk bëjnë edhe kompromis, nuk pajtohen, dhe të pamëshirshëm. Dhe kuptohet, prandaj nuk bëjnë kompromis, janë të pamëshirshëm. S'dua të ndiem për tjetrin. Dhe pikërisht të dashur miq, thënë të gjitha këto dhe nuk do doja të zgjatesha më tej, por një gjë është e sigurt. Një gjë është e sigurt, dhe ndas Zotin, video të tjera mund të hedhin pak dritë edhe me situatën e Iranit. Besoj jemi të qartë pse ndodhin të gjithë këto gjëra. Pra është pikërisht kjo bota e padukshme të cilën na zbulon shkrimi i shenjtë, fjala e Perëndisë në Bibël. Njerëzit e kanë humbur dashurinë për tjetrin, e kanë humbur arsyen. Dhe gjithë kjo e dini pse ndodh? Ndodh sepse kanë dalë kundër Perëndisë. Kur e pyetën Jezusin, i tha një pasanik, në fakt, i tha në atë kohë, kur ai ishte në tokë, i tha, çfarë duhet të bëj që të kem jetën e përjetshme? Pra mos harrojmë që jeta e përjetshme është vetë qëllimi i ekzistencës njerëzore. Kjo jetë në tokë është kalimtare dhe është e shkurtër, të dashur miq. Shkrimi i shenjtë që është fjala e Perëndisë, pra Perëndia na mëson që qëllimi juaj është shpëtimi i shpirtit. Dhe ky shpëtim ndodh kur njohim Perëndin. Njohim Perëndin dhe kemi këtë marrëdhënie me të. Një marrëdhënie dashurie me të, në dritën të vërtetë. Shkëputemi nga ky sistemi i errët i botës që të çon në humbje. Që për fat keq është shumica, këtë thot Bibla. Shumica do gjërat lehtë, do të ndjeki masat, të ndjeki turmat. Por Zoti thot, ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi, thot. Dhe lexuam shkrimin që ai që nuk beson Perëndin vetë ka gjykuar veten. Nuk po e gjykon Zoti. Pra shkrimi thot, njerë lindi, njerë vdesin, pas vdekjes ka një gjyq. Por gjykimi thot, ja ku e ke. Perëndia të ka bërë gjitha gjërat të njohura. Mjafton të shikosh krijimin. Po njeriu nuk do. Njeriu ndjek njerëzit, nuk ndjek Zotin. Ndërkohë që fjala e Zotit thot, ai që ndjek njeriu është nën mallkim. Kurse ai që ndjek Zotin do bekohet. Dhe pasaniku pyeti Krishtin, Mesian, të dërguarin e Perëndisë, që është vetë Perëndia, i ardhur në frymën e shenjtë, i lindur nga trupi një virgjëreshe sipas gjithë plotësimit profecive. Dhe i thot, çfarë të bëj që të kem jetën e përjetshme? Pra ai e dinte shkrimin. Duke qenë hebre, njinte Torën, pra ligjin që ishte dhënë Mojsiut. Dhe Jezusi i thot, dy janë urdhërimet më të mëdha. Duaj Zotin Perëndin tënd me gjithë mendjen tënde, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë forcën tënde, që është trupi jot. Ta duash Perëndin. Dhe së dyti, duaje dhe tjetrin njësoj si veten tënde. Këtu, thot ai, plotësohet ligji dhe profetët. Pra gjithçka këtu plotësohet. Po ama e shikoni, janë me dy nivele. Në fillim duhet duash Zotin, të ndalosh e të shikosh. Ore, çka kuptimi ka ky jetë? Dhe të kërkosh Perëndin, sepse ai nuk është larg nga asnjë njeri, thot shkrimi. Por duhet ti ta kërkosh, t'i hapësh zemrën. Dhe kur e njeh Zotin, ai të mbush me dashuri, me të vërtetë të pastron dhe të çliron nga sistemi skllavërues i kësaj bote. Kjo është sistemi piramidal. Kjo botë është piramidë, të dashur miq. E keni parë dollarin amerikan që thot in God we trust, besojmë në Perëndi? Është një piramidë me një sy atje. Janë simbolet lashta
pagane, kryesisht në Egjipti, zoti i tyre është paraja, është Mamoni, quhet në Bibël. Nuk është zoti i vërtet i shfaqur në Bibël. Prandaj Jezusi thot, nuk i shërben dot edhe Perëndis dhe Mamonit. Pra edhe Perëndis dhe paras. Më kuptoni? Ose do ta duash njërin ta urresh tjetrin, ose do jepesh pas njërit, do lësh pas dore tjetrin, thot. Që do thot, kjo është e vërteta, nëse ti do sistemin e kësaj bote, pra do këtë botë, dhe mendon se jeta fillon dhe mbaron këtu në botë dhe s'ka më tutje asgjë tjetër, atëherë ti urren Perëndin. Këtë thot shkrimi, je armik me Perëndin dhe je mik me këtë botë, me sistemin e kësaj bote, që maja e saj janë këto shoqëritë e fsheta, që janë disa shoqëri, disa sekte, grupe të tilla, ku njëra prej tyre doli në dritë që ishte ky grupi i këtij Epstein, që kryenin rituale satanike, do më thënë pedofilira, tortura deri në vrasje fëmijësh, flime fëmijësh, satanit. Dhe aty ishin pjesë, pra pjesëtare kësaj shoqërie ishin elitat botërore. Pra dy prej tyre publikisht kemi princin anglis, Andrew, dhe kjo princesha e Norvegjisë, Danimarkës, çfarë ishte. Çrën si ka. Zoti pas mëshirë. Pra me botën këtu shkon në errësirë, pra në 3 hapa, del kundra Zotit, më saktë, nuk i bindesh Zotit, nuk interesohesh, pastaj del kundra, pastaj adhuron Satanin. Në krau tjetër është drita. Të duash Perëndin dhe të duash dhe tjetrin si veten tënde. Dhe këtë thot shkrimi i shenjtë. Pra nëse mendoni se kjo botë do ketë paqe dhe do e ndërtojmë parajsën këtu në botë, kjo nuk shkruhet asgjë kundi në Bibël. Kjo botë gjithmonë në masën më të gjerë duhet kundra Perëndis dhe kundra Krishtit, të dërguarit Perëndis, antikrishtit. Dhe kjo gjë profetizohet që para ardhes Krishtit, mbreti David, mbreti i Izraelit dhe profet, ka profetizuar për të gjë. Dhe ja ku na thuhet, dalim fikse tema që po flasim. Pse zjejnë kombet? Pse zjejnë kombet? Dhe pse popujt kurdisin gjërat kota? Pra luftra dhe kotësira. Mbretërit e dheut, shkruan shkrimit e Psalmi 2, mblidhen dhe princat këshillohen bashk kundër Zotit dhe të vajosurit të tij. Pra i vajosuri në hebraisht është Meshia, pra Mesia, në greqisht është Hristos, nga ku kemi marrë dhe ne fjalën e shqipëruar Krishti. Pra kundra Zotit, pra Perëndis dhe Krishtit të tij, thot shkrimi. Është profeci para linjës Krishtit. Duke thënë, le t'i këputim prangat e tyre dhe t'i heqim qafe elitaret e tyre. Pra duan të jenë të lirë nga vullneti Perëndis. Nuk duan të bëjnë atë që Zoti i thot. Pra të kenë dashuri, dëmshuri, falje, paqe, ndihmë, vllazërie, këto gjëra që Zoti ka dashur që prej fillimit. Jo, duan në lirinë e tyre të bëjnë atë që ata mendojnë se janë të mirë. Pra që është e drejta. Dhe thonë, le t'i këputim prangat e tyre dhe të heqim qafe elitaret e tyre. Pastaj shkrimi vazhdon, ai për Zotin që ulet në qej, do të qesh. Zoti do të tallet me ta. Atëherë do t'u flas në zemërimin e tij dhe do t'i tremb në indinjatën e tij të madhe. Dhe do t'i thot, e vendosa mbretin tim mbi Sion, këtu flitet për Krishtin, malin tim të shenjtë. Do të shpall dekretin e Zotit. Ai më ka thënë, ti je biri im, është ende Krishti, sot më linde. Më kërko dhe unë do t'i jap kombet si trashëgimi për ty. Pra kush është mbreti i kombeve? Krishti. Dhe mbar dhe unë si zotërimin tënd. Kush është mbreti zotërues i kësaj bote? Krishti, sipas shkrimit. Ti do t'i coptosh me një shufër hekuri. Këtu vjen dëshkimi i Perëndis. Do t'i bësh cop si një enë prej argjile. Tani pra o mbretër, tregoni të urtë, pranoni ndreqen, o gjyqtar të dheut. Shërbeni me frikë Zotin dhe gëzoni me drithma. Nënshtrojuni birit që të mos zemërohet dhe të mos vdizni rrugës, sepse zemërimi i tij mund të ndizet në një çast. Lum ata që gjejnë stret tek ai. Lavdi Zotit. Të dashur dëgjues, ky është mesazhi im për gjithë ju. Lum ju nëse vendosni të gjeni stre
në mbrojtjen e Krishtit, që është vetë Perëndia, i ardhur në mish që do rikthehet gjithashtu për të vendosur fundin e kësaj bote. Kjo botë vetëm do përkeqësohet, këtë thot shkrimi. Maksimumi mund të krijojë iluzione, sikur po arrihet një paqe, një qetësi, hiç. Asgjë kundje, shikoni çfarë na thuhet këtu. Kombet zjejnë, mendojnë kotësira, bëjnë kotësira, sepse janë kundra Perëndisë dhe Krishtit të tij, kundra birit të tij. Pra bota në masë gjërë është sistemi i anti-Krishtit. Por, thot Zoti qesh, tallet me ta, por në indinjatën e tij, thot, do t'i të soptoj. Prandaj i thot, tregoni të urtë, ju mbretër të dheut dhe ju gjyqtar pranoni ndreqen, dhe shërbeni me frikë Zotit dhe gëzoni me drithma. Do thot, gjatë gjithë historisë deri më sot, ka njerëz që mendojnë që mund të zënë vendin e Zotit në këtë tokë. Si Hitleri me shok. Por harrojnë që Zoti është ai që qeveris të botë. Krishti është ai që sundon dhe ai i lëviz të gjitha gjërat këtu në tokë. Pra ai qeveris nëpërmjet këtyre njerëzve. Dhe i përdor që të gjithë sipas vullnetit të tij, sipas qëllimit të tij. Pra askush nuk mund të dalë dot kundra Zotit. Edhe vetë djalli na thuhet në Bibël, në librin e profetit Job, kur pa devotshmërinë e Jobit dhe donte ta tundonte, shkoi dhe i mori leje Perëndis për ta tunduar. Duke i thënë që nëse unë atë të tundoj, ti atij heq pasuritë, shëndetin e të gjitha, familjen. Ai do kthehet kundër teje. Më lejo tha ta tundoj dhe ke për ta parë. Zoti e lejoi, po me kushtin që mos i merrte jetën. Në momentin që Perëndia e lejoi, Satani direkt shkoi dhe shkatroi gjithçka, ngeli vetëm Jobi dhe gruaja e tij. Jobi i sëmur, me lebër, me gjitha të këqijat. Por Jobi kur nuk e mohoi Perëndin. Dhe tha, Zoti jep, Zoti merr. Lakurish erdha nga në këtë jetë, lakurish do ikë, s'do marr asgjë me vete, asgjë s'kam sjell, asgjë s'do marr. Kështu dhe ne të dashur miq. Kjo botë nuk do t'ja di për Zotin, do të ndjeki kotësirat e saja, filozofitë e saja, dhe fund shkon dhe i shërben Satanit. Pra flasim për shumicën. Këtë na thot shkrimi. Por ama, edhe kjo shumicë, që është në krahun e antikrishtit, është në kontrollin e Perëndisë. Dhe nuk ka për të shpëtuar dot ndreqjes, dhe kush pranon ndreqjen do shpëtohet, kush nuk e pranon do shkatrohet. Do shkatrohet pra në ferr, në jetën e përjetshme, në ferr, pa Perëndin. Dhe shkrimi këtu nuk është për të na thënë vetëm këtë gjë. Është për të na thënë që siç ka një fillim, ka dhe një fund, pas këtij fundit ka një gjyq. Por ne si njerëz mund të bëjmë një zgjedhje. Të ecim në krahun e Zotit, në rrugën të vërtetën dhe jetën, ose në krahun e antikrishtit. Pra prandaj është shkrimi i shenjtë për të na thënë. Dhe fjala mbyllet që thotë lum ata që gjejnë stre tek ai. Këto të dashur miq, uroj që këtë video duke qartësuar sadopak. Unë nuk do doja të dilnin kaq gjata këto materiale, po ja që koha kalon shpejt dhe janë tema shumë të thella. Në dash Zoti mund të përgatis të tjera seri ku mund të hedhim dritë më shumë drejt aktualitetit për t'i qartësuar më pas aton në dritën e shkrimit të shenjtë, sepse fjala e Zotit mos harrojmë që është e gjallë dhe vepruese dhe është dritë në këmbët e çdo njeriu. Nëse keni pyetje ose çdo koment, ju lutem të më shkruani, qoftë në komentet e këtij materiali ose në adresën e emailit tim që gjeni të publikuar tek informacionet e kësaj faqe. Gjithashtu ju inkurajoj që ti bëni dhe pëlqim kësaj faqe ose ndarje, nëse ju pëlqen dhe shikoni si të nevojshme dhe për të tjerët, dhe me shpresën që Zoti do më jap kohë dhe urtësi për të përgatitur tjera materiale. Miru gjeshim dhe miru pafshim në të tjera seri. Zoti t'ju bekoj dhe t'ju ruaj.